shty për para shëndetin publik dhe shëndetin me. Po do të punojnë me vende bilaterale. Çdo është me njëherë ministri i shëndetësisë, me marr, me shkruani letër, me vendos një koncept tjetër, me pa ajo është publike, janë dokumentet e Departamentit të Shtetit, ja dërgoj Bili Besniku se ka dëshirë me i pa çka është kjo. E përmendëm Serbinë, tash të ndërlidhemi me këtë temë, Serbia ka nënshkruar një marrëveshje të tillë sa i përket qasjes në paratë publike për sistemin e shëndetësisë, do thotë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serbia, Besnik, Serbia është ka munohet me ullën 4 karrika. Karrik të Rusisë, karrik të Kinës, karrik të Evropës, karrik të Trumpit. Kështu me Amerikën, me që Trumpin, me që na penju, me që president Amerikë, kështu nuk ka. A nuk ke Vučići, na se kem shfrytzu këtë punë, neve na ka ndodhë Banjska, as kanë mujtë bere, kur ka ndodhë në Baska, në 8 orë ka ndodhë të vitit 24 shtator 2023. 24 shtator 2023. Prej 24 shtatorit 2023, po të shakone në minister jashtëm, u s'kisha lonë ven, kryeqytet botës, pa i marë fotografit, pa i lëshu videot e dronave, pa i qysh nga kanë sulmu, isha shku në New York, isha gjetë një think tank matë mirë, isha shku në Washington, isha shku në Bruxelles, isha shku në Londër, isha në qyre qysh deshte me sulmu Rus Kosovën, për mes a ke pona i konferit, a ka ndodhë një ngjarje, asë në Kosovë nuk ka ndodhë me i thirë korin diplomatik, me thonë shiqoni, ata do të me raportu që ka punën ti, ata së raportojnë për qeftonin që e hojnë një dreka një dorë. Rëna i knaqë të hojnë një dorë, më s'ka ndodhë, nuk ka diplomaci publike aktive. Ka e shojnë. Dijam, kë kabinet qeverisës, këta ministra, këta do të mbanë men historitë Kosovës si ministrat ma dopt. Albin Kurti, po t'i shku me mush një autobus, me njerës, 2 autobusa, njoni të shku për Podujev, tjetër të shku për Gjakova, me thonë, apo vene hinin list. I kish marrë ato vota. Na e dim këtë punë. E mës me dhonë, hisë mës me i dhonë brezar, kur gjë, vesh me najtë, vesh me këshyrë qka po botë, kur shka po tëtë. Kur tje minister njëre një tje. Që shi konsideron matematikat e mundshme për qeverisje pas së hënës, për shkak se këtë do tjetë tema e temave edhe në të ardhmen. Jo e thatë për, si pas ju shfuqim politike që do të ketë këja për bërjen eventualet të qeverisë së re, ku e shene atë hapësirën për bashkëpunim me cilat parti, me cilat ideologji? Une nuk i kom për cilë për të hisë vërtetës, për shkak se kam qenë, nuk e di që ka po bënë LDK-ja, që ka po bënë PDK-ja, që ka po bënë LDK-ja. Mirë pa ajo që më thëtë mu prej vizitave në teren, ende do më thonë jënë njerëzit mjegull, ka shumë votus të pa përcaktum. Dikush që është të më dëgju, që është i pa përcaktum, e din që ka po i thëmë. Se njerëzit, qytetarët e Kosovës, bukur shumë u patën gërdit prej konceptit të kalum qeverisës. E fatkeqësisht, Aleonca e ka marrë qatë faktur, e ka qenë ka udhëhet qeveri prej mas luftës veç 18 muj. PDK-ja u konë 2008, 2014, 2017 ka qenë LDK-ja, edhe ne kem qenë, kur kem qenë 7 ora, 8 orë 2017 deri kur ka dhonë kryeministin Korrik dorëheqje. Më këtë faktur nuk e prani. Por çka po du me thonë është njerëzit bukur shumë pa të ngërdit për nesh. Tash, në këtë konceptin, e thash unë e ditë për kusherit e mi. Thash, a i do për i kusherive të mi që në konë në LDK me bo me shku me votu i do këtë që për në gjallët i Ibrahim Rugova për i vore për i qabone për më traltove. Se e kanë votën besim. Shumë shtirë